Vazhdojnë problemet në nënkalimet në Tetov. Rreshtet e fundit të shiut kanë shkaktuar probleme me kanalizimin atmosferik dhe fekal në lagjen Dardania, ndërsa kjo ka bërë që të grumbullohet sasi e madhe ujit në nënkalimin në këtë lagje. Si dhe herave tjera edhe kësaj radhe, në nënkalim në këtë lagje u bllokuan disa vetura. Në ndihmë erdhën ekipet e njësisë zjarfikëse në Tetov, të cilët mundësuan që qytetarët të dalin të sigurt nga bllokimi në nënkalim, edhe pse ishin vendosur shenja për parandalim të qarkullimit të veturave. Megjithatë, këto sinjalizime nuk u respektuan. Nga njësia e zjarfikësve në Tetov thonë se nënkalimet tjera janë të kalueshme, ndërsa pas përmirësimit të motit pritet të fillojë të realizohet projekti për rregullimin e kanalizimit që mos përsëriten këto probleme. Vëndu sinjalizimin që kjo rrugë nuk është kaluese, mirë po qytetarët të pandërgjegjshëm futen me veturat, i hekin edhe sinjalizimin e duhur që ne e kemi vëndu këtu. I lut qytetarët që mos se frekuentojnë këtë rrugë për në lagje poshtë të lagjes Dardania ka hyrje tjetër nga qyteti edhe pjesa e epërtme ka hyrje tjetër, kështu që nuk është blloku komplet populata këtu, po i lut qytetarët që mos shfrytëzohen këto nënkalime për arsye se na nxjerrin edhe probleme neve si zjarfiks, deri tash kemi nxjerr 4 vetura. Nga komuna e Tetovës thonë se shtabi krizës është në koordinim të vazhdueshëm dhe ndjek nga afër situatën me rreshjet dhe aty ku do të paraqitet nevoja do të intervenohet në kohë. Deri më tani situata ka qenë stabile, sigurisht që punëtorët e sharit dhe të NPK Tetov kanë qenë vazhdimisht në terren. Jemi informuar nga ato sepse se kanë ndërhyrë në disa pika ku është parë e nevojshme. Po ashtu edhe njësia për zjarfiks bashkë me shtabin e krizës në kuadër të komunës së Tetovës janë vazhdimisht në kontakte për të ndërhyrë në raste ku ka nevojë. Po ashtu nga njësia e zjarfiksve na informuan se aktualisht janë në terren, po e shikojnë situatën se si është. Deri në këtë moment situata është stabile ashtu siç e potencova, po ashtu do dojmë që të apelonim deri tek qytetarët që të shmangin në lëvizje në disa zona ku edhe zjarfikset kanë informuar dhe kanë venduar shenja që të mos kalojnë derisa të ndalen rreshtet e shiut dhe të bëhet një pastrim më i thellë aty. Edhe ekipet e njësisë së kanalizimit pranë ndërmarrjes publike Shari janë në terren dhe monitorojnë situatën me rreshjet dhe aty ku paraqitet nevoja intervenojnë. Edhe qendra për menaxhim me kriza kërkon për kujdes të shtuar, sidomos në rajonin e Pollogut. Apelojnë për kujdes të shtuar gjatë lëvizjes nëpër rrugë dhe shmangje të qarkullimit drejt pjesëve të lartë përmendura të infrastrukturës rrugore. Ekipet kompetente janë në terren dhe po punojnë aktivisht për tejkalimin e gjendjes, thonë nga qendra për menaxhim me kriza.